Ti ignorant, po, ti shpif. qysh po thuti ashtu. Por hajde ulur vëlla, folje. Po ka qenë përdorim i ka pas nevojë për dikë që mi nxjerr fjalët e duhura. Po, apo kupton? Fjalët e duhura, manipulimet e duhura që në klip me dalë që kjo me mirën. Apo kupton? Se kish dalë në klip me tjetër sen, po, ama ky Edhe situata e parë me Gimbon, ajo e puna e le të dali Gimbon nuk më intereson, nuk e kam dasht veten, sepse unë shëndrit, kam qenë, unë bas Prime-it, kam qenë shumë keq, edhe Gimbo e di shumë mirë dhe di dhe të vërtetën. E di, keni fol. Edhe kemi fol, edhe të nesër me mëngjes unë nuk jam zgjuar nga krevate deri në orën 2-3, mund të keq qenë ora se ndjeja Ti duhesh më kam falenderuse që çaj djalë hala vazhdon beson në ty. Unë ja kam thënë Gimbos. Po. E kam thënë sepse edhe ty ta thash mbrëm që nëse Gimbo do mbatet tjetër qasje, mu do mbriste shumë. Po. Sepse është njëri që më vërtet e vlerësoj edhe rri me sinqeritet. Ta ka njoft tamam. Unë kur hyna këtu, edhe bile energjia kur hyni mirë këtu, veç mi ka vërtetu pikat e mia dyshuese që unë i kum pas të instalu në mendjen tem. Momentin që unë e thash një mendim natën e parë, për shembull, ju më dje pak i rezervum, se nuk ke miri këtu edhe thash, kisha pas shef, më kon edhe aj tjetri, e përmenda. Momentin që erdh miri këtu, me disa puqet voglat Mateos, unë e veç i kum qitë pikat. Sinqerisht po thamë, se momentin që ma që kjo e dhomës rëfimit, përdorimi 5 minutë shty,